Të nderuar shikues e dëgjues, përshëndetje, mirë se takohemi edhe këtë javë në Z Podcast. Tema nga më interesante të çdo të prem duke filluar nga ora 20, Bashkia Islame e Kosovës dhe Z Podcast në rrjetet tona sociale. Tema nga më aktualet e më interesantet, atraktivet që ju I kërkoni më shumë. Për këtë javë do të flasim për ekonominë, si dhe për përjetimet e haxhit nga profesionisti I kësaj fushë, profesor Ymer Havolli, cilit I dëshiroj mirëseardhje. Profesor, mirëseardhjet. Mirë se u gjej, faleminderit për ftesën dhe mundësinë me bashkëbisedu me televizionin e juaj. Faleminderit juve që keni gjetur kohë përkundër angazhimeve. Profesor, si e vlerësoni aktualisht gjendjen e ekonomisë të Kosovës? Aktualisht gjendja ekonomike në Kosovë nuk është e mirë. Nuk ka ndonjë lëvizje pozitive që I jep shenja se kjo ekonomi është tu zhvillu. Ne në disa vite me radhë e kemi rritjen e ekonomike me 3.78 deri në 3.9% që nuk është e mjaftueshme me qenë e barabart me shtetet në rajon ose me shtetet ballkanike. Praktikisht ne po ngecemi dhe kjo ngecje nuk shkakton kurgjë tjetër më tepër se sa një varfëri e cila është tu e godit edhe ekonominë në përgjithësi, bizneset e vogla dhe të mesme, dhe është një fenomen I cili tani më po shndërrohet në një smundje kronike për Kosovën, ikjen e gjeneratave të reja për shkak të pamundësisë me gjetë punë dhe angazhimin e tyre për të cilat janë edukuar dhe janë shkollu. Pra praktikisht jemi në gjendje të ekonomisë apati, e cila nuk po jep shenja që është duke e bën ngritjen dhe kjo ekskluzivisht për shkak të mungesës së investimeve dhe mungesës së strategjive të cilat e orientojnë zhvillimin ekonomik të një vendi siç është Kosova. E të cilat bëhen nga politikbërja? Politikbërja nuk ka tjetër kush. Zoti I shtëpisë është qeveria, ajo duhet të ndërtoj politika dhe strategjitë të cilat hapin fronte, hapin mundësi, hapin bashkëpunim, hapin mundësi dhe bizneseve tjera që të vinë në Kosovë dhe të bashkëpunojnë me bizneset në Kosovë dhe të cilat do të mundësonin zhvillim, do të mundësonin punësim, do të mundësonin mirëqendje dhe fundja fundet çdo sektori I ekonomisë, nëse çdo sektor, jo vetëm ekonomia, po çdo sektor, nëse ekonomia nuk është e zhvilluar në mas të mjaftueshme, atëherë ka ngecje sistemi I edukimit, ka ngecje sistemi I shëndetësisë, ka ngecje sistemi I ndërtimtarisë, ka ngecje sistemi I edukimit lartë tull. Do thotë praktikisht ne nëse vazhdojmë me këtë trend, ne po mbesemi mrapa para të tjerëve sepse të tjerët nuk kanë kohë të na presin ne. Profesor, Kosova ka popullatën më të re, shtresën e të rinjve më të madhe në statistika. Është kjo një faktor që potencial për zhvillimin e ekonomisë, a do duhet të shfrytëzohej më shumë? Çfarë nëse kjo popullsi me këtë moshë do të ishte në një vend tjetër të Evropës? Po praktikisht ne këtë popullsi e kemi qitë në një vend tjetër. 240.000 njerëz mrena 5-6 vjete, ne I kemi qitë jashtë. Ata janë jashtë. Potenciali ma produktiv, tash për tash, vazhdimisht, se cilin që të atakosh, e ka synimin me dalë jashtë. Pse? Sepse nuk I kemi kriju mundësi. Nuk kemi kriju kushte. Njerëzit kryejnë shkollime, kryejnë edukim dhe mbesin në profesione të kamarierëve ose të gjelbërzve, njerëzit me kualifikime shumë të larta. Mund të frenohet ky proces I ikjes së të rinjve? Nëse vëdësohen vendimarrësit. Vendimarrësit janë ata të cilët duhet bën investimet tim. Nesër shkon në spital.
dhe të lypen pej. Për një kirurg, lypen pej. Është jo normale. Është e pa kuptim. Është e pa mundu në këtë kohë. Që dikuj të thu që une po dalet dhe po marrë diçka që është elementare për në një salë. E lere ma barna tjera, ose dikush që vuar nga kancere ose leukemia. Vendimarrësit pandejen që gjërat janë rregull dhe kënaqësia e madhe, ambicjet e mëdha bëjnë që të rinjt të dalin dhe jo për shkak të mos komoditetit. Vendimarrësit let lavdrohen. Let lavdrohen edhe let bëjnë populizëm. Mirë po, myshja e krejt kësaj është rezultati. Rezultatit është pasyrë e një gjendje të cilën e kemi. Pasyra po na thotë se gjendjen ekonomike nuk e kemi të mirë. As të pensioneri, as të arsimtari, as të profesori, as të studenti, as të nxënësi. Ajo është një pasyrë, lemat e ndërmarrësi. Ndërmarrësit tash ju kanë ngushtu. Ne praktikisht me këto politika po e ndjekim. Po e ndjekim ndërmarrësin, po ja pamundsojmë ndërmarrësit me hap vendet të reja, po e detyrojmë ndërmarrësin që kapacitetet e veta të riorientoj, on Macedoni, on Shqipni, on Malzi, dikun tjetër, ku mundën me operu. Kjo është një situatë jo e lakmueshme, unë besoj që do të ketë mendet mjaftueshme që njerëzit të fokusohen atje ku sigurohet mirëqenia njerëzve në këtë shtet dhe jo populizmi i cili mundet me qenë për një periudhë të caktuar i dëshirueshëm, por dikur do të ndeshemi me situatat pa dëshirueshme. Sepse zakonisht ai populizëm që fryhet nga dikush, nëse mielëm erë do të korrëm një furi. Ne aktualisht jemi të mbjell erë. Edhe furia do të jetë e tmerrshme edhe për shtetin tonë, do të jetë edhe për ekonominë, edhe funit, edhe për ekzistencën e shtetit tonë. Por çfarë roli ruan mbështetja e diasporës? 3 miliard, 4 miliard? Diaspora ka një potencial të mjaftueshëm, i cili kishte me qenë i dëshirueshëm. Po edhe asaj diaspore do të mja kriju kushtet për investime. Kushtet me tatime, me lehtësinë, dokumentacion, jo me zvarrit diasporën. Ne diaspora nuk vetëm ndihma dërgesa. Jo, diaspora ne po na vjen ndihma kryesore është për investimeve. Po na vjen diaspora vetëm kur shkojmë te kutia. Në përqashje tjera me një herë harrojmë diasporën. Diaspora është një pjesë e diasporës, gjenerata e parë e dytë, e cila ju kanë rritë fëmijë atje, janë martuar, ju kanë bën niprit e tjerë, që tashmë niprit e tyre nuk kanë shumë emocione. Dhe kur vjen këtu, shet në një gjendje, në të cilin ai nuk mund në operon, dhe është arsyeja pse ai do të investonte. Ka bizniset të njohura të diasporës, të cilat kanë tentu, kanë bërë përpjekje, me hap kapacitete, zbashku me ndërmarrës tjerë të shteteve tjera, qoftë Gjerman, qoftë Austriak, qoftë Suedez, qoftë Norvegez e tjerë, me hap kapacitete. Shpesh herë janë shgënjur. Prandaj diasporës duhet me kriju kushte reale, duhet mbështetje, qoftë edhe me lirim nga tatimet të ndryshme të cilat ate sjellin dhe bojnë investime. Krahas kësaj, diaspora sigurisht që ka me pas interes me bo investimet përbashkëta me bizneset këtu. Prandaj bizneset që ekzistojnë këtu nuk do të me shtyp, praktikisht ne jemi të shtyp ato biznese. E lere ma që jemi të mbështet. Bizneset e Kosovës aktualisht po ikin.
Profesor, nëse do të pyeseni ju, cilat do ishin 3 strategjitë kryesore për 10 vjeçarin e ardhshëm të Kosovës? Strategji kryesore është mbështetja e disa sektorëve. Sektorin edukim, me i përgatit njerëzit. Zhvillimi është i pashmangshëm, sepse kompletisht në kuadro, në mbështetjen e absolutisht në përgatitjen e sistemit e edukimit në një konkurrencë edhe këtu jemi duke ngecur. E dyta, mbështetja e bizneseve të vogla dhe të mesme në Kosovë. Bizneset cilat nuk marrin investimet mëdha, por bojnë punësim relativisht të mirë. Dhe nëse kemi një shëndetësi të mirë të Kosovës, do t'i kemi edhe këto dyja në rregull. Qartë. Profesor, ju së fundmi keni qenë edhe në haq, një udhëtim shpirtëror. Cila është lidhja juaj me besimin? Çfarë ndikimi pati ky udhëtim tek ju? Unë buroj nga një familje besimtarve. Me gjenerata, familja jonë ka pas njerëz që janë hoxhallar, imam, e tjera. Lidhja shpirtërore e imja me besimin se besoj në krijues. Besoj në atë që na ka kriju dhe na ka dhënë këtë shpirt, të cilin e bartim hua në xhep, dhe në fund mbushjes e misionit do ta dorëzojmë. Dhe mbrana kësaj 2 periudhave ne e kem punën tonë, angazhimin tonë që na pasuron dhe na pastron. Nëse mbrana këtyre e kryejm punën në ekonomi mirë, e kryejm punën në arsim mirë, e kryejm punën në shëndetësi mirë, e kryejm punën në fe mirë, e kryejm punën për hatër të Zotit, për këtë kombe, për këtë shtet që e kemi, mirë, atëherë jemi në rrugë të Zotit dhe besimin e kemi të plot, sepse nuk ja kemi borxh vetëm vetës, as besimin, as zhvillimin, as edukimin. U kemi borxh edhe të tjerëve, atyne që ne e lanë besimin, atyne që vinë mas nesh besimin. Ti bëjmë njerëz të mirë, ti bëjmë njerëz të edukuar, ti bëjmë njerëz që besojnë edhe që janë krijues të mirë. Zoti ka thonë krijo, fito, beso, mas pari beso, krijo edhe fito. Se unë jam më afër teje, por bëne me halal. Bëne ashtu që nuk e lëndon kërkënd. Bëne që prej teje të fiton edhe dikush afër teje. Të fiton edhe i pasuri, po marifeti madh, të fiton edhe ai që nuk ka, po edhe ai që zë punët e ti. Këto janë elemente që gjithherë duhet me qenë frymëzues për secilin njeri. Por mua ka qenë frymëzim. Ka përjetove kur e pe qabën, profesor? Ajo është një moment i veçantë që njerëzit nuk din me ta përshkru. Asuna nuk di atë përjetim me përshkru në mënyrë të mjaftueshme kur jep selam. Çfarë ndodhet te ti? Ta përshkruash ngjarje që ndodhin në trupin tënd? Është një zgjim i krejt qenjes time njerëzore, kur shkon te një shtëpi që të ka thirrë Zoti të jesh aty. Për ndryshe nuk do të esha. Po më thirri, unë kam qenë 2 herë. Kjo është hera e dytë. Dhe për i këtyre 2 herave, as 1 milimetër nuk ka që mundëm me thonë vetëm kënaqësi, kam një përjetim, kam një rritje të besimit, edhe kom lutë Zotin për pastrim timin, të familjes time,
dhe gjithë njerëzve, udhëzim për këtë tokë, ku shkeli për gjithë ditë, udhëzim për gjithë ato kolegët mi, që japin mësim, ofrojnë para të gjithë atyre, që t'jenë produktiv, dhe kjo është. Është një procedurë disa javëshe, profesor, cilat ishin ato elementet që menzi prisje të i praktikoje, të i bëje, të i shihje, në një rutinë ditore që jep të kuptim ndoshta ditës? Unë shumë pak kam pushu. Shumë pak kam pushu. Vazhdimisht sabahin e kam falën në harem. Jatsin edhe akshomin, vazhdimisht i kam falën në harem. Do të thotë, pat edhe s'pat transport, unë kam rrit atje. Në temperaturë jo të favorshme? Nuk ka qenë problem. Jo shumë të re? Jo, s'ka qenë problem asnjëherë temperatura. Dhe kam pasur energji, unë kam qenë me bashkëshortën time. Kemi qenë bashk. Ka dash Zoti na ka mundsuar dyve të jemi bashk atje, të lutemi bashk për gjithë njerëzimin, dhe gjithë herë, sa herë kam shkuar, kam pa diçka shumë interesant që më kalon, kam pa një njeri interesant, kam pa një djalë të ri interesant, kam pa një të moshuar interesant që më ka thonë, po që a shef Siman, i kemi pas 3 djemë nga Kosova. Një ka qenë i dumoshët një djalë i ri, dhe kanë qenë 3 djemë tjerë, cilët kanë qenë me nanat veta. Është e pa përshkrueshme kur bisedon me atë. I thu, u jam nalë me njanën edhe kam bisedu me te. Masi si benjen vetën. Tha, nana ime, sigurisht ai do të më sheh. Besoj që nuk do të më gjykoj nëse e përdori këtë në këtë emision. Thot, nana ime është e smur me kancer. Thot, po gjithë buzëqeshin për shoh. Edhe ai për mu ka qenë haxhiu më i mirë. Inshallah të Zoti është më i miri. Kam takuar një djalë biznesit, që ja di emrin, mbi emrin, merret me këpuca, ka dyqane në rjet, s'poja përmen emrin. Edhe ai ka qenë me nëndë vetë. Po kur unë alësha me bisedu, di qëfar lakmojsha të ata? Të isha Zot. E din këta se sa e madhërishme është me qenë me nonën aty, me prindin. Do dohet që ishe më i ri ti përjetoje ato shpërblime, atë madhështinë ta përjetoje, nëse jo në raport me prindrit në aspektin edhe në të energjisë të funksionit. Prindi jem ka qenë 6-7 herë. Ka qenë edhe për nonën time. Po me pas prindin aty, ajo është diçka që është një përjetim që të përmbush, të madhështon, të hep fuqinë e dashnisë për Zotin, për prindin, për nanën, për babën, për vllaun, për shoqërinë, për secilin që e ke afër. E çfarë me Medina, profesor? Ishe në tokën ku po pushonte njeriu i cili ke dërguar selame, përshëndetje çdo ditë, çdo javë. Para se me shkuat te Medinja, kisha dashur pak me hy të një element, masi jam në televizionin e Bashkësisë Islame, me i falendërua këta njerëz që janë kujdes për ne. Do dalim edhe të ajo pikë. Si është organizimi i Bashkësisë Islame për këtë haxh? Haxhi, një organizim i jashtëzakonshëm.
Unë kam qenë në ekipin e Mullaremit, kur e kemi bota vafin e parë, kemi hyjë dhe jemi përshëndet me qabën. I kom pa ka në bashkan gjitin haxhiler të kombeve të tjera, mas hoxhës tonë, në këndimin që e bërë në të nëza, për ne edhe për ata. E kom një vetën krenar, e kom një vetën krenar, edhe tash nuk kisha mundësi pe i koncentrimit në atë që ai e këndonte për ne, për me inqizu edhe me pas për kujtim që qaq emocionale ka qenë, edhe ai, edhe Molla Gjevdeti, edhe Edi Kopalla, ai djali ri, që ja ka dhënë Zoti mundësin, më ofru, edhe me ndihmu, me fitu ose vapen në vend të shejt. Madje Kosova, një organizim të tillë, është në top 10 vendet më të mira të botës sa i përket organizimit. Fillova atje, po dola tek ta njerëz. Po. Kur kemi mrinë në Xhede, na ka prit Vedati, apo? Po. Vedati, Secilin Haxhi. Po ju epin një detalj që për mua ka qenë shumë interesant. Kur kam shkuar në Arafat, Molla Vedatin e kom pa ullën në ndjell tu na prit ne. Në pesh diellit. Do të thotë kanë qenë vazhdimisht aty me ne. Haxhilert nuk kanë pas dert për kur gja, kanë qenë një organizim i jashtëzakonshëm. Po edhe për ata u shpërblyen ndër 7 shtetet më duket, ndër 7 shtetet në botë, për i gjithë haxhilerëve u shpërblyen kosovarët. E njeni vetën të mrekulluar. Tjetër emocioni veçantë është më pyetje për Medinën. Po. Është kur kemi shku me i dhonë selam varrit Muhamedit Ali selam e Bubekrit Hazreti Umerit. Na kam prej këta djem kur hym rojet e moralit. Asajde që janë, kur na panë Kosovarët, filluan me në thirrën zo, Kosova. S'kishte ma krenari e madhe. S'kish ma krenari e madhe. Niheshim. Kemi shku në bashkë të xhenetit, neve na kanë leju se cilin njeri me i falë nga 2, dikush nga 4 recate, sa kemi desh, deri sa hoxhallarët tonë, kanë thonë, mos ta teprojmë, po dalim, na kanë lënë sa kemi desh. Është diçka e bon këta djem, e bon këta hoxhallarë, po ju thamë sinqerisht, e bon se me organizim, me sjellje, me qasje ndaj haxhive, me qasje ndaj njerëzve që ishin në kujdes të ruajtjes rendit, me një kulturë të veçantë që e kam pa. Unë kam shëtit mjaft. Kam pa kulturë të këta njerëz. Më kanë mahanit, dhe inshallah ma bjen Zoti, përsëri shkoj me ata, përsëri jam nën udhëheqjen e tyne, emocioni selamit është i papërshkrueshëm, nuk gjen fjalë zakonisht. Është një kaplim i dashnisë për dashnin e Zotit, kur e lut dashnin e Zotit, o dashuri i Zotit. Inshallah jam nën bajrakun tënë në ditën e gjykimit. Çka me thonë tjetër ma shumë? Profesor, si është
qabja në syt e një ekonomisti. Zakonisht bëhen kritika. Unë aty Kemi kritika në një anë, kemi probleme me eksportin, importin, por në anën tjetër në momentin që dikush vendos të shkoj, akuzohet kjo pjesë. Është realisht një dërgesë parave për Arabin apo është një investim në bazë këtyre përjetimeve që po shohim? Investim është edhe me shku në deti, me i harqit 4-5.000 euro. Me shku në një qendër botëror atje me bo shopping ose investim është si e një njeriu. Ai që nuk e njën këte, për to është një shpenzim, për mu është një përjetim. Për mu është një obligim. Obligim fetar, unë e kam obligim. Pe sharteve të një besimtari, unë e kam obligim. Dikush tjetër nuk e njën. Edhe mu, ose dikan tjetër, ka me thonë të i harqën ato pare. Po bereqeti i Zotit nuk nalet. Për ata që ka investu në besimin e vetë, në edukimin e familjes vetë, e qënë Zoti, e qënë i darën, e qënë pasunin, e qënë mundësin, e qënë edhe me botin një pushim nëse. Mirë po, kjo është, kur kush nuk mundet me më thonë mu, po i qoj parat atje. Po i qoj ku dikush mu më ka thirë. Dhe s'kam rrugë tjetër. Ajo është rrugë e imja. Dhe nuk e kom shef as njëherë. Nuk e kom shef. As në qytet, por as nuk e kam reklamu. Kam dalë, para gjithve e kanë ditë që unë jam besimtar dhe aty ka qenë kufini. Nuk mund është më përzirë në punët e mija. Sepse tjetër kush ma ka qua këta, edhe unë do të përpiqem deri të marrë frymen e fundit me qenë në rrugë që e ka pas ma ka përcaktu Zoti, ja ka përcaktu familjes time, inshallah dhe pasardhësve të mi, nuk kam tjera. Po besoj ishin të mjaftueshme dhe goxha mbreslense. Ne ju urojmë të ty kenë pranuar gjitha ibadetet e lutjet mbi gjitha, profesor, dhe faleminderit që i ndave këto me neve. Faleminderit shumë. Në fund po e them një detalj të vogël që njerëzit rrallë përmenin. Është Arafati është haxhi në Arafat. Po. Dhe aty kam pa vetëm njerëz të veshën në bardhë. Aty kam pa vetëm njerëz, 2 milion njerëz, të cilët vetëm janë lutë. Janë lutë për shpëtim. Janë lutë me ju falë gjunahet. Janë lutë për shëndete për gjithë shka të mundshme që ju bjenë ndërmen. Janë lutë që me qenë nën mbrojtjen e Zotit Gjeleshanuhu në ditën e gjykimit. Dhe atë unë e kam pa edhe e thonë, po praktikisht ma ka ngulitën në kokë se një pamje e një ditë të gjykimit ku gjithë jemi aty edhe kur gjithë kërkojmë mëshirë, kërkojmë shëndet, kërkojmë bereqet, kërkojmë çdo gjë që të na bjen ndërmen kërkojmë. Dhe ajo ishte kam dalë dhe i kam këshyrë të gjithë. Më ka interesu. Më ka interesu me i po njerëzit. Kjo ishte që... Cili është mesazhi që i dha botës, ajo pamjet, gjitha të veshur në të bardhë? Bota
e nje, Mhm. edhe e din bota muslimane. Kjo botë muslimane duhet me qenë hala kemi nevojë mu organizu. Mu organizu në kuptim të mbështetjes, mirësjelljes, përkrahjes, ndihmes. Dhe ajo çka është e rëndësishme me rrit besimin të njerëzit, se kur të rritet besimi të njerëzit, gjithçka rritet. Gjithçka rritet. Besimi në Zot, rritet dashnia në njeri, rritet dashnia në kombe tjera, pavarësisht edhe kombe tjera që jenë. Për ne, a i leta mandë vetën. Unë e kam timen. Mos më përzi. Ti ma jetonën, unë e temen, dhe unë e kam atje ku duhet jem, ku jam eftuam me qenë, ku e kam obligim me shku, ku e kam obligim u lutë për nane, babe, për Allahin xhelal shanuhu, për pejgambert, për nane, babë, e për gjithë familjarët, për gjithë kombin tim, për shtetin tim. Faleminderit shumë, profesor. Faleminderit juve që ma dhatë mundësi. Shpresoj që kam thonë diçka që është e vlefshme për shikuesit tuaj. Padyshim. Faleminderit. Dashur miq, me këto mesazhe të arta, me këto përjetimet të cilat uroj të ju kenë pëlqyer në këto minuta sa ishim së bashku, me këtë po e përmbyllim, duke ju falendëruar që na ndoqët deri në këto çaste, deri në takimin e radhës, mirëmbëjtje, natën e mirë.